Një pjesë e diskutimit brenda këtij rrethit ngushtë lidhjes demokratike të Kosovës ka qenë edhe mundësia e hyrjes në koalicion. Është shtruar pyetje në drejtim të Lumir Abdigjikut nëse ka ndonjë parafrim mes LDK-s të udhëhequr aktualisht nga Lumir Abdigjiku dhe lëvizjes vetëvendosje. Dhe Lumir Abdigjiku, bazuar në informacionet që disponon televizioni Dugagjini, ka thënë që nuk ka asnjë kontakt të vetëm. Madje ai ka pyetur nëse të tjerët brenda këtij rrethit ngushtë dikush ka kontaktuar me zyrtar të lëvizjes vetëvendosje dhe askush nuk ka konfirmuar një kontakt mes LDK-s dhe LVV-s. Të vetmin kontakt të cilin e dim është në këtë studio mes Kastriot Joajt dhe Sadrina Maboj. Me dojë po të ulluani të vëzhejnë. Ishte në prakzidhe. Kjo konë me tjerë të mëboj, po arrëdhë, mi së konë aktiv. Po, veç... Ka qenë me në kryetarin e formit grupazë. Po, këto ditë, kryesisht e diktu me Pej Abdigjiku, po mas ne edhe pjesë që e mbrojnë ata, ka ekzistu një farë ideje, sepse po falni për LDK-n, ju që nuk jeni antar të LDK-s, se me partin mere me ne. Kjo është një përdhënim i logjikës, sepse me këtë qashe na zguxoj me folas për vetëvendosjen, se as antar të vetëvendosjes nuk jemi. Varet nëse... Jo, ka këtu antar të vetëvendosjes. Po, ta shpamno që kanë thonë, shukur me na ndalura ma baja neve me komentu vetëvendosjet, se thëtë si antar. Po, kur jenë në pozita se të Lumir Abdigjikut, të nevojitën që si ka përthimesh. Saj përket, veç po du me theksu shpejt në zgjedhjet jo këto, po zgjedhjet të kalume, unë e po ta thonë që Bedre Hamza dhe Memli Krasi që du të me jap dërheqje, se nuk e kanë mujtë Albin Kurtin dhe janë rrit pak, kurse Abdigjiku duhet jo me jap dërheqje, po me hap garen për zgjedhjen brendshme, se Kameti treti me gjithë ato rrit ma shumë. Se për dëkëja që ishtë rritë. Shu që është kërku, dërheqja e se cilët, do dhe mënoj që është normë. Bile që është që shtu, ka thonë vetë Lumir Abdigjikun. Hajde Lumir Abdigjikun